Andaj çdo sa që Allahu xhallahu ala gjykon për robën e tij, është në të mirë në robët e tij. Por nganjëherë duhet me prek me diçka. Nëse kështu do ligji Allahu në tokë. Dhe kështu do njerëzit në jetën e kësaj bote veprojnë vetë me ato që ata bojnë. Dhe kuptojnë këtë si gjë të domosdoshme. Për shembull, do të sjellë shembull konkret. Kur e kanë shpik ose tash edhe kur prodhohet kerri prodhohet me eca munal. Kerri për qëllimin e tij financiar është ato. Me eca munal. Me ecë, që snal është i prisht. Apo andaj qëllimi dhe objektivi kryesor nga prodhimi i kerrit është me ecë. Me ecë. Por megjithatë i ka vendosur frej për munal. Nëse e krahason frenin apo me qëllimin final është në kundërshtim. S'është përputhje. Se çështë ti po thosh, ky duhet me ecë, e tani po i vendos diçka që më nal, e po duhet se me ecë gjithmonë dëmton. Apo ka herë duhet më nal. Ka herë duhet më nal. Andaj edhe njëri me kon gjithmonë shnash, apo përplasët dikun. Duhet ka njerë me koqit me smuja, apo. Me kon gjithmonë i pasën, apo i bën zarar. Duhet me koqit kërë me në isprova, apo. Andaj ky freni është me stabilizu ecën veç. Nëse nësin të ecë vazhdan. A është urësi? A merë të në i kërë, qëfar do këf tipi i ri, apo në që s'ka frej? Se merë, a s'guzëm me njës me 2 metra. Se mas 1 metra rizikosh, apo. Dhe Allah xhallahu ala na ka vendosur frej nga urësia e tij për të na sprovuar në aspekte ndryshme, apo që të ecim drejt, të ecim mirë ka Allah subhanahu wa taala. Dhe këtu frej ka e kur të nalin, e shes se sa dobia realizohet aty. Ose e kupton moment, ose kupton më vonë. S'paku jo më këtja me kur të reguat filmi, se mos më pa të frenu që tu, që ku ka pas me shkua, pëtën. Dhe ti kështë pasë e me kuan ma shpesh ta një frenu, pëtën. Andaj, nuk ka asë një gjykim që i vjen në robin nga në Allah xhallahu ala, e që mund të shërben si mendimi keq për Allah xhallahu ala, kur? E kuptum na, apo se kuptum na?